Të gjithë ata qytetarë që nuk shlyen taksat vendore do të refuzohet jo vetëm shërbimi në bashki e institucionet e tjera, por do të bllokohet edhe paga. Kjo masë është ndërmarrë nga Bashkia e Qarkut të Lezhës për të gjithë ata qytetarë që janë njëherësh edhe punonjës të administratës shtetërore. Kjo pasi problemet e vazhdueshme të krijuara nga një nivel i ulët pagesash të qytetarëve lezhëan ka bërë që kjo njësi vendore të shtojë masat e saj për penalitete ndaj debitorëve. Në lidhje me të gjithë personat që janë të bursuar në shtet. Kemi dërguar një kërkesë ose një ftesë për bashkëpunim për të gjitha institucioneve, të cilët u kërkojmë që çdo individ i cili merr pagën në atë institucion dhe nuk ka shlyer detyrimet për taksat dhe tarifat vendore, në bashkëpunim në përputhje të plotë me ligjin, ne do të bëjmë bllokimet bankare. Afati këtyre pagesave është deri me datën 20 prill, pas asaj ne do fillojmë procedurat ligjore. Për vitin 2013, ardhurat nga tarifat vendore për kategorinë familjare u realizuan vetëm në masën 3% për pasojë duke reduktuar buxhetit të Bashkisë së Lezhës afërsisht 20 milion lekë të reja.